nga kushtet e një martese të saktë dhe të pranuar tek Zoti, përveç atyre që përmendëm në fillim, është që është pranimi i saj, është miratimi i saj. Nëse nuk është miratimi i vajzës, nuk blen as dëshira apo insistimi i madh që mund të ketë familja e saj apo familja e bashkëshortit apo dëshira dëshmitarëve. Të gjithë këto janë pasojë dhe janë përforcues të miratimit të saj. Dhe familja, babai, nëna, njerëzit të afërt janë ato që e këshillojnë e orientojnë, sidomos në raste kur ai nuk e njeh palën tjetër, sepse jeta jo gjithmonë ka qenë e tillë që është kaq e lehtë sot. Edhe sot e kësaj dite ka akoma raste kur njeriu edhe sikur ta njoh, ai njeh një pjesë të palës tjetër. Gjithmonë edhe në gjën më thjesht kur duam ta blejmë ne pyesim. Kemi dëshirë të pyesim, sidomos ekspertët e fushës lidhe me diçka. Dhe kështu që ajo pjesa e marrjes së informacionit apo këshillimit ka qenë dhe vazhdon. Por në fund fare, vendimi është vendimi i vajzës në këtë rast, miratimi dhe pëlqimi i saj. Dhe ka ndodhur përpara 1400 ca vitesh, siç e përmendë, që dikush ka shkuar tek profeti alayhis salam, një vajzë e re ka shkuar dhe i ka thënë: "O i dërguari i Zotit, kjo çështja e martesës, a është në dorën tonë apo është në dorën e baballarëve tanë?" "Është në dorën tuaj", tha profeti Muhamedi alayhis salam. Parsisht, pastaj baballarët janë ata që e miratojnë dhe e mbështesin. Atëherë tha: "Mua babai im ka martuar pa dëshirën time. Nuk kisha dëshirë të isha bashkëshorte atij burri që kam sot." Profeti alayhis salam tha: "Nëse ke dëshirë, tha, unë e prish këtë martesë." "Jo", tha, "unë nuk dua ta prish atë, por kam dëshirë ta dëgjojnë shoqjet e mia, ta dëgjojnë vajzat të tjera." Kjo është pikërisht ajo për të përforcuar ato që tham, që parsisht në një martesë që quhet edhe e vlefshme fetarisht, është dëshira e vajzës. Edhe Islami ndaloi të gjitha format e martesave me imponim, sepse bëheshin martesa që ndjep.